Avokat, për ta mbyllur, për te asaj që ju mendoni që është e mirë për Shqipërinë, në fakt në fund të fundit këto zgjedhje do t'i fitoj PS-ja apo PD-ja? Unë kam thënë nuk dua të fitoj asnjëherë për tyre veç. Jo, flas për te dëshirës. Jam dakord me dëshirën tuaj që është shprehet pak më lart, ishit mjaft I qartë, pra për te dëshirës, realiteti cili do jetë nesër? Realitet, unë nuk kam realitet pa u lexuar kutia e votimit. Nuk kam realitet. Nga fryma sot që kishte gati një përqindje shumë të vogël të votuesve që morën pjesë. Një sekond. Unë tek ty nuk kam thënë asnjëherë çfarë parashikoj në të ardhmen në kuptimin e mandateve të tyre, sepse unë të kam thënë gjithmonë që nuk paragjykoj sovranën. Ta kam thënë. Po, saktë. Ka herë kemi dalë në publik, ta kam thënë, nuk e paragjykoj sovranën. Do numërohen kutit, janë aty brenda, kam dhënë edhe unë votën time aty brenda. Kur të numërohet vota, kur të dalë rezultati, atëherë unë do të shprehem. Po unë nuk mund të shprehem pa parë rezultatin, sepse unë nuk mund të parashikoj diçka se si mendoj unë. Çfarë mendoj unë e kam thënë publikisht dhe nuk e ndryshoj dot këtë gjë, sepse e kam thënë, çfarë kam thënë? Asnjëri prej tyre mos të jetë I vetëm në pushtet. Kaq. Ky është mendimi im dhe nuk ndryshon. Çfarë do të ndodhi për te rezultatet, po të bëjmë analizë. Unë jam dakord të bëjmë analizë, duhet të bëjmë analizë patjetër. Por ama të them diçka tjetër nuk e bëj dot. Dhe diçka tjetër sot duhet të çojmë mesazh të qartë ndaj atyre që thoshin për qeveri teknike. Qeveri teknike nuk ka zotëri. Para zgjedhjeve të 11 maj. Keni dëgjuar qeveri teknike para zgjedhjeve të 1 maj? Se ekziston. Edhe me Ramën shkuar në kryeministër këta, edhe nuk u shtyn zgjedhjet, dëgjuat ju shtyrje zgjedhjesh? Më dëgjove mua të them shtyrje zgjedhjesh? Jo. Unë të thash, në rast se shkojmë në shtyrje të zgjedhjeve, dy partitë kryesore që kanë shumicën dërmuese për të bërë ndryshime kushtetuese, duhet të futen në kushtetut, të bëjnë ndryshimin kushtetuese të afateve, se janë të prerave të sakta, dhe atëherë mund të themi që dyshohet që të shkojmë në shtyrjen e zgjedhjeve. Iku dhe ky skenar, iku, këtë se kam thënë kurrun. Qeveri teknike, iku. Shtyrja e zgjedhjeve, iku. Vim tani të arrestimet. Ju kam thënë unë që do kemi arrestime të paimagjinueshme? Jo, po unë kam thënë, do kemi arrestime të cilët janë sipas manualit të Sali Berishës dhe sipas manualit të Edi Ramës. Pse? Të kontrolluara. Të kontrolluara. Çfarë bën Spaku? I kërkon Edi Rama futen burg Sali Berishën për çdo me Diun edhe Ilir Metën? Spaku vepron. E ma peng atë Irena Gjokën me rastin e Greqisë. Prandaj vendosi masat ajo. Se I kishin letrën, I tunshin letrën, ajo u detyroi shkreta. Në rast se kjo letër është e vërtetë, se për mua gjithmonë prezumimi I pafajësisë. Unë pres inshallah ma nisi një letër nga Janina të besoj, a është e vërtetë kjo apo jo? Kemi të bëjmë me një ngjarje administrative apo kemi të bëjmë penale, apo kemi të dyja bashkë ku personi ka marrë dieni të qartë që është edhe I procedura penalisht edhe administrativisht. Sepse unë gjithmonë të kam folur me fakte konkrete dhe jo abuzuese. Kur të më vi kjo, flasim. Tani, shkojmë të ky rasti tjetër. U bë rasti I këtij të Sali Berishës, Ilir Metët me Diu të gjithë aspektet opozitar, po. A erdhi manuali I Edi Ramës që tha dua të më varën në pemë Erion Velin dhe do varet në pemë? Të erdhi procedimi penal I Erion Velis dhe u varë në pemë në burgun e Durrësit edhe hoqën nga Tirana, e çuar në Durrës për ta djegur dhe mandatin e kretarit. Këto janë manualet që është Spaku që të bëj atë të madhin fare që ai bën namin gjomën e madhe për të bërë atë që është shumë pritur të arrestojnë ata që kanë bërë namin më të madh të vendit. Pra, që të jemi koherent tek qytetari. Prandaj duhet të them atë që un kam thënë gjithmonë. Mos u deni me arrestimet të cilët bën për të kënaqur
objektivat e personat të caktuar që janë edhe ata të përfshirë brenda të SPAK-ut. SPAK-u është një makineri që është në zbatim gjithmonë të legjislativit, sepse ligjin e voton deputeti dhe SPAK-u nesër të thënë shkrihesh ti, SPAK-u nuk ka më fuqi, sepse nga deputeti ka dalë SPAK-u, pra ka dalë nga parlamenti, nga legjislativi. Edhe të konkludoj në këtë rast dhe të them, unë jam i bindur që të ndodhin arrestime edhe pas zgjedhjeve, por gjithmonë në një manual të qëndrueshëm në shërbim të partisë në pushtet. Kujdes, të partisë në pushtet për të kënaqur leadershipin e partisë në pushtet. Është shumë e thjeshtë kjo. Ai që nuk e beson apo ai që e kundërshton ka emocione dhe nuk mund të vendosi trurin në punë që të kuptoj atë që unë them. Ai e merr sikur unë po ja them për t'i bërë kashëllek, po jo, nuk është kjo. Dhe ajo që mua më vërteton sot është jo qeveri teknike, jo shtyre në zgjedhjesh dhe arrestime me manual. Pra, duke qenë në këto kushte, do të thotë që ne duhet të kujdesim çfarë informacioni del dhe se si del për të na kënaqur ne që shiko do bëhet nami dhe ataja. Ne duhet themi si shoqëri, a jemi të gatshëm ne të shkojmë në Bashkimin Evropian kur nuk jemi të ndershëm të bëjmë zgjedhje? Këtu fillon e gjithë diskutimi, të cilin ne duhet të diskutojmë këtë rast pasi të shpallin zgjedhjet pasi të shpallin rezultatet e zgjedhjeve të 2025-s. Se ne nuk mund të bëjmë paragjykim të shpalljes së zgjedhjeve, pra të shpalljeve të rezultatet. Prandaj unë dua të them dhe të jem koherent, për mua SPAK-u prodhon statistika, asgjë konkrete, SPAK-u nuk lufton krimin organizuar, SPAK-u nuk lufton terrorizmin, SPAK-u nuk lufton korrupsionin ashtu siç duhet, sepse SPAK-u ka humbur për herë gjithmonë, një herë për gjithmonë koherencën me flagrancën dhe SPAK-u merret me manualet e kallëzimeve që bëhen gati për të ndihmuar partinë në pushtet. Më duket se edhe këtë e kam thënë më parë. Avokat, për ta mbyllur unë të falenderoj shumë për bisedën. Dhe ditë ngjaj lajmin, pastaj harrohen. Unë të falenderoj shumë për bisedën dhe dy gjëra janë të vërteta në gjithë të histori. E para, koherenca juaj deri tani që ne flasim, që u mbyll në mbrëmjen e sotme me procesin e votimit. Edhe e dyta që nesër lufta do të vazhdoj. Lufta do të vazhdoj dhe nesër ne do flasim për një bast personal që kemi vendosur, a do tjetë mbi 70, a do tjetë po 70. Nesër avazit. Nesër avazit. Deri atëherë avokatun falenderoj shumë. Faleminderit, gjithë të mirë.